Nga rastet me pacientët të cilët ty të kanë ardhur dhe të ka mbetur diçka specifike në mendje, cila ka qenë ajo? Për të ta zbutur pak situatën dhe për të të bërë pak më emocional, mendoj unë. Ka disa raste, po janë rastet e dy të moshuarve që tashmë nuk janë më në jetë. Njëra kanë që një zonjë që unë e kam dashur gjithmonë shumë dhe një kancer i cili i bëri të ikte dhe kujtesa. Në një moment caktuar, gjatë duke çuar në për vizitat me mjekët e posaçëm, u ndalon makinën dhe asaj vjen memoria, u ndalon makinën para farmacisë dhe thotë ndaloni, ajo nuk njinte as fëmijët e vet, ndaloni se do të shkoj të takoj Gjergjin. Dhe ata çuditërisht, ç'ne, nana po rikthehet, vjen dhe fjalët e asaj më kanë ngelur në memoria dhe sot. Kam ardhur sonte të të them mirupafshim, se ne bashkë nuk takojmë më. Dhe unë nuk u takova asnjëherë më me ata. Rasti i dytë ishte një zotni i moshuar, të cilin e marrin për mjekim fëmijët në Greqi, nuk pranonte të pinte medikamentet, dhe në një moment të caktuar i biri kishte në bab, a mund të marrim Gjergjin në telefon, pse Gjergji mi ka dhënë ilaçet, po më jep të gjithë ilaçet i pi këtu. Dhe më pas mora vesh që kishte ndryruar jetë dhe më ka ardhur shumë keq, dhe pra janë dy që më kanë ngelur memori, po ka shumë.